larg vendlindjes, po jo larg njëri tjetrit. Kallzona kështu si fora. Sa jam lidh. Come here 1 minute, please. Se Bajrami i Kosovës. Më thonë jena në arenën e Leverkusenit, Gjermanisë. Një super bajram, një super fest i këtij komuniteti shqiptar. Kjo sallë do më thonë dhe t'i nxenë ves spokos që sheniva një shifër 5.000 veta. Unë ja bëj këto me gisht edhe e din këta tjerë. Njëri vëllaz, take me zi që e puna për jorë se ke terra vdin. Direkt ofte në pozicion. Edhe juve për hajnë. Më thonë se ka arru Shqipën, zakone. Jo, hiq as në një pat, as mesat, as gjemt, as hiq. Edhe juve për hajnë gjithë botës musliman që ka janë. Atë ka morë molli për Maqedoni, për Kosovë. Si jo. Hajde më bëhe Bajrami. E këso është Bajrami. Sot desa në njerda është Bajrami me bu këto ke fëmijë, ke nipit. Faleminderit, ju keni bë mundime që keni ardhur, ju u shpërblet ju dha shënet. A hera po që po vjen këtë? Jo, duke se 4 herë është, po bukur mirë, se me të vërtet kemi pas problem me sipërfaqen e xhamisë, po ky vendi këtu i përmbledh krejt muslimanët e këtij rajonit. Ktu është hera e 4, një qëllim e kanë të përbashkët, secili që vjen këtu më ndaj i kënaqur. Por kur jemi afër njëri tjetrit, mund të bëjmë shumë gjëra bashkërisht. A thu, komë na mor Zoti përgjegjësi që kena çu vendin ton. Dhe kjo është një pyetje e madhe. Inshallah, Zoti nuk na merr në pyetje për të na denu dhe për të na qortu, vetëm që i kena marrë lidhjet me Zotin edhe pse i na largu prej vend ku na ka fal Zoti. Por është xhamia më e madhe shqiptare në Gjermani, xhamia me më shumë të anëtarë, afër 300 zanca. Allahu na pranof lutjet edhe Allahu na bekov gjithë. Gëzuar festën e Kurban Bajramit. Ne tani jemi një komunitet shumë i përparuar në gjitha sferat. Ne kemi arsimtar, profesor, mjek, kemi biznismen shumë të shkëlqyer. Përveç se përgjithësia është edhe nder, që jam kryetari i kësaj xhamie, një xhamat shumë i mrekullueshëm edhe shumë kontribues, punoj te Baja Leverkuseni, edhe mbas shoqënisë edhe kontakte që e kam aty, na kanë mundsuar që me marr këtë arenë, aty ku e falem sot Bajramin.